Me rastin e 1 qershorit, dita ndërkombëtare e fëmijëve në hapësirat e repartit pediatrik të Spitalit Klinik në Tetov u organizua një aktivitet simbolik me qëllim që t'u dhurohet buzëqeshje edhe fëmijëve që ndodhen nën kujdes spitalor. Nën motën të vegjël në moshë, por të mëdhenj në buzëqeshje, fëmijët patën mundësinë që të argëtohen nga një personazh i filmave vizatimor, si dhe të marrin paketa simbolike. Përveç personelit mjekësor dhe administrativ, në aktivitet u përfshin edhe prindërit, të cilët u shprehen mirënjohës për këtë iniciativë që krijoi një atmosferë më të ngrohtë dhe më humane në një ditë të veçantë për më të vegjëlit. Në këtë ditë kur shumica e fëmijëve në botë festojnë lirshëm me familjet e tyre, ne jemi të vetëdijshëm se fëmijët e hospitalizuar nuk kanë mundësinë të jenë jashtë dhe të përjetojnë këtë ditë si të gjithë të tjerët. Prandaj ne vendosëm që gëzimin t'u asjellim këtu, aty ku janë ata që kanë më së shumti nevojë për të. Çdo fëmijë në botë është i rëndësishëm. Dhe sot të gjithë fëmijët janë fëmijët tanë. Ky aktivitet është një kujtesë e fuqishme se kujdesi jon shkon përtej trajtimit mjekësor. Ajo përfshin edhe dashurinë, ngrohtësinë dhe njerëzoren, tha me këtë rast drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës.